Përshëndetje dhe mirëmbrëma të gjithëve. Presim pak sa të afrohen që të na ndjekin. Sot do të flasim pak për aktualitetin politik në vend dhe për fillimin e fushatës elektorale. Shpresoj të keni qenë mirë, e di që ka munguar disi sepse kam pas shumë punë, por tani do të jemi këto javë edhe më shumë në kontakt. Faleminderit që më ndiqni, që na bëni like, që na mbështesni. Gjithmonë kam qenë e bekuar që u kam pas ju në mbështetje. Atëherë, siç e pa, të gjitha partitë kanë filluar fushatën elektorale. Patjetër partitë e mëdha japin vetes miliona euro nga buxheti i shtetit, edhe si të tillë ato kanë mundësi të bëjnë fushata të mëdha, ndërsa pothuajse nga gjithë 11 partitë që janë aty, jemi vetëm duket 2 parti apo 3 që nuk marrim absolutisht as edhe një fond në këto zgjedhje nga qeveria dhe nga KQZ-ja. Pra ndihma financiare nëse e jona është zero, ndërsa e gjithë partive që bëjnë fushat është sigurisht më e madhe, por dhe këto janë fondet tuaja, në fakt janë fondet buxhetit shtetit, cilat 2 partitë e mëdha me forcën e kartonave e kalojnë vetëm vetes tyre. Unë nuk e kuptoj se si mund të jetë demokratik një proces zgjedhor, kur në këtë proces zgjedhor përpiqesh të hysh në garë dhe ti hyn, mirë po ata të fortët të japin lekët vetes, i japin shikueshmërinë për media vetes, e të tjerë. Kështu që është një proces i padrejtë, i vështirë, dhe për këtë arsye juve duhet të mirë kuptoni dhe duhet ta kuptoni që nuk është se nuk duam ne të bëjmë kështu gjëra të mëdha, por është sepse janë mundësitë financiare shumë të vogla. Megjithatë ne do të jemi të njëjtën në Lezhë dhe dua që kush nga Lezhë të vijë të na takoj. Ne do të bëjmë një aktivitet qytetar dhe duhet më mbështesni sepse kemi një zonjë të nderuar në Lezhë që garon aty dhe do të jemi të njëjtën orën datën 7 prill ora 17:30 tek biblioteka Gjergj Fishta në Lezhë. Tani në lidhje me nisjen e fushatës, maxhoranca e nisi fushatën duke kërcyer, maxhoranca shumë e lumtur, e kanë Terezi, ka 12 vjet në pushtet, kemi ministra dhe gjithë qeverin shumë të lumtur, por kemi një popull të pa lumtur, i cili në fakt ka ikë nga syt këmbë nga kjo qeveri, e cila në fakt ka edhe nuk ndjen as një lloj përgjegjësie dhe del pikërisht e fillon fushatën duke kërcyer. Nuk e kuptoj për çfarë kërcenin ministrat e qeverisë. Kërcenin se kanë dëbuar në gjysmën e rinis nga shtëpia, mos më shumë se gjysmën. Kërcenin se e kanë bërë kilometrin e rrugës 3-4 fishin e Evropës. Kërcenin se janë pensionet më të ulta në Evropë. Kërcenin sepse kemi rrogën mesatare dhe minimale më të ultën në Evropë. Kërcenin se kemi çmimet monopol më të larta në Evropë. Kërcenin sepse shërbimi publik jo vetëm që jepet me koncesion, por që nuk i shërben fare shqiptarëve. Pra të gjitha këto janë të papranueshme. Nëse ti je në pushtet, ti do të jesh shumë i përgjegjshëm dhe qytetar dhe human përballë qytetarëve të tu, dhe duhet ulësh kokën dhe të marrësh ca përgjegjësi, dhe nuk e kuptoj se si qeveria 12 vjet del dhe kërcen me kokën përpjet dhe nuk mban absolutisht asnjë përgjegjësi për të gjithë disfatat. Nuk është arritje ndërtimi i kradaçelave, ku bëhet pastrimi parash, dhe nuk është arritje as ndërtimi i ca rrugëve që janë bërë me 3 fishin e Evropës. Arritje për mua do të ishte pikërisht ngritja e një bujqësie moderne, rritja e fondeve për bujqësinë 2 fish, rritja e fondeve për arsimin 2 fish, ngritja e një industrisë lehtë dhe ushqimore, e të tjerë, dhe rritja urgjente e pensioneve që ne e kemi në programin ton politik. Duhet kemi parasysh që e kam pak të vështirë që unë të jem pjesë të gjithë debateve televizive, se dihet që edhe një pjesë e mediave kontrollohet nga politika e vjetër, por ajo që dua t'u them është se në programin ton qeverisës, të cilën unë si profesor i qeverisës e kam me shumë merak,
kemi vënë disa piketa të cilat mendojmë se duan bërë në Shqipëri. Unë nuk e di se nëse ne do na jepet ndonjëherë mundësia nga ana juaj që të mund të arrijmë të bëjmë diçka për Shqipërinë, por të paktën nëse do të futeshim në parlamentin shqiptar, sigurisht do të ishim përjetësisht besnikërik me besnikërinë më të madhe ndaj shqiptarëve në çdo lloj interesi të tyre. Kështu që në këtë prizëm mendoj se nëse ne do kishim mundësi që të kishim gjithashtu edhe një lloj pushteti, atëherë e para e punës duhet kishim një qeveri të përgjegjshme e cila duhet të merrte modelin japonez të biznesit. Modeli japonez i biznesit do thotë që qeveria negocion dhe studion tregun ndërkombëtar për gjithë bizneset e saj. Kjo nuk është ndryrë fare në biznes, se keni dëgjuar kanë mësuar ca rregulla, njerëz që mezi kanë mbaruar shkollën, edhe thonë jo ndryry biznesi, jo biznesi e gjen vet, nuk e gjen dot vet biznesi, se lufta sot është për treg. Edhe duke që se bëhet lufta për treg ti prodhon, po tregu është filozofi në vete, marketingu është fush më vete, nuk është e lehtë. Pra ti ai bujku do prodhoj, po ti duhet ta ndihmosh të asistosh në tregun ndërkombëtar që ai të mund të shesi, dhe ne do të kalojmë në një politikë pasive, në një politikë aktive për me mbrojtje interesat e qytetarëve. Nëse nuk kalojmë në një politikë të tillë, nuk ngrihet Shqipëria ekonomikisht. Harroheni. Nuk ngrihet me një sipërmarrje si shton këta bëjun qa dua unë, qa mendoj unë, sepse do pa tjetër asistim, do ndim profesionale biznesi, si i madh dhe i vogël dhe i mesëm, pashtu dhe bujësia. Prandaj ne jemi për një model të sipërmarrjes dhe të modelin japonez ku shteti vet ka agjensit posaçme që studiojnë tregun. A e dini që Japoninë e mbajnë vetëm 15 familje, mbajnë me miliona japonez. Pse e mbajnë? Nuk e mbajnë vetëm ata, se po tishin që nuk do të kishin ndihmën e shtetit japonez, nuk do ta mbanin dot. Po shteti japonez mban shtetin me këto 15 kompani. Po çfarë bën? Studion tregun e makinave në botë dhe i thot filan kompani ti do prodhosh kaq makina me këtë çmim, me këtë cilësi për këtë treg. Do të asistoj, do të ndihmoj unë për ta gjetur tregun. Kështu punojnë. Kështu duhet punojmë dhe ne. Duhet kalojmë ne nga një braktisje totale e qytetarëve, siç ka bërë politika 35 vjet. E papranueshme. Nuk mund të zhvillohemi dot ekonomikisht. Eni të përshëndeseni. Faleminderit. Të gjithëve u përshëndes, faleminderit. Nuk mund ne të zhvillohemi ekonomikisht nëse ne nuk bëjmë një qeveri aktive për qytetarët, sepse deri tani kjo qeveria që kemi ne tani vetëm takson, mbledh taksa, i shpërdoron ato në punët publike me koncesion, me rrugë të shtrenjta etj. Dhe nuk ka bërë shpërndarjen e drejtë të tyre. Në lidhje prap me fushatën, unë sinqerisht jam shoku shumë nga hapja e fushatës, të paktën e partisë pushtet, nuk i takonte të bënte një fushatë të tillë. Sinqerisht mua ndoshta pa dash do mbini lotët me pa një përgjegjësish kaq të madhe të shqiptarit ndaj shqiptarit. Ti si qeveri ke një përgjegjësi shumë të madhe. Ti nuk mund të thuash që unë kam një përgjegjësi. Ti përballë publikut duhet të jesh me jetë i përgjegjshëm. E derisa ai të ka besuar ti aty dhe ti tallesh dhe bën tallava me jetën e njerëzve, në këtë rast kjo është e papranueshme. Po e njëjta gjë ndodh edhe me grupin tjetër. Unë nuk jam prirem shumë të merrem me opozitën, por edhe opozita e vjetër, kur unë isha në vitin 90 fëmijë, doli lider Berisha, tani ne jemi djalin po shkon 20 vjeç, unë po shkoj te 50-at dhe përsëri Sali Berisha thot unë politika, thot marr pushtetin, e të tjerë. Më besoni që kjo është e papranueshme. Partia është një nga arsyet që kemi dalë ne pak në partitë e reja, është pikërisht fakti që Shqipëria është fare pa opozit dhe prandaj partia në pushtet bën tallava dhe qef, sepse të dyja këto i kanë kopsitur me njëra tjetrën, njërat maj opozitën, tjerat maj opozitën, ju ndaç rrini ndaç ikni sipas këtyre. Atëherë kjo nuk mund të vazhdoj më kështu. Nuk mund të vazhdoj më kështu. E tjetra, opozita e ma shpresën se thot ka ardhur ky nga Amerika dhe unë do fitoj zgjedhjet. Nuk ti fiton zgjedhjet administratori i fushatës. Zgjedhjet fitohen me anën e marrjes së votave në popull. Dhe vota popullore është shumë e rëndësishme. Asnjë politikan deri më sot në të gjithë debatet, a i keni parë ju qa mungese respekti ka politika e vjetër ndaj jush, a i keni parë në debate, njëri thot unë këtu i kam kaq vota, njëri thot unë do marr kaq mandat këtu, unë do marr kaq deputet këtu, sikur nuk u konsiderojnë fare, pra sikur ju nuk u kanë fare në listë
këto i kanë ndarë, kanë menduar, shkoni ju të votoni, i votoni, si pas tyre këta i kanë ndarë, shifin edhe sondazhet janë gjitha fake, nuk është janë të vërteta sondazhet. Sondazhet, duhet i dini parasysh, sondazhi i një televizioni, administratoria e atij sondazhi, nuk duhet e them emrin, është pikërisht gruaja e një nga këto 50 e bashkisë që është arrestuar, administrator, komplet sondazhet janë të Edi Ramës, pra bën nga vetë Edi Rama, në bashkëpunim do shta i thot dhe Berishës sa përqind do të amarim këtyre trive mos të lëmë absolutisht asgjë. Kështu që në këtë prizëm duhet keni parasysh që mos që besoni se propaganda shumë e madhe. Tjetër, të gjithë ju që jeni mërzit nga politika, duhet pa tjetër të votoni. Qëllimi i politikës të vjetër është që ju mos shkoni të votoni. A e dini pse? Gjoni, pse u tha Rama? Mos dilni, do me thënë mos më votoni, por mos dilni të votoni kundër meje. A e kuptuat gjithë thelbin e kësaj historie? Është që të gjithë ju që doni votoni për ndryshim, mos shkoni të votoni. Që të gjithë ata cilët janë pjesë e grupimit po vjedhë Shqipërinë, shkojnë të votojnë dhe të majnë pushtetin. Prandaj shteti dhe pushteti është juaj shqiptar dhe duhet të dilni të votoni dhe të vendosni ju me votën tuaj se kujt do t'i jepni ju besimin, sepse shumë rëndësishëm personi nesër që do të përfaqësoj. Dhe nga ana ime ju e dini shumë mirë që unë, sido që tjetë edhe të më votoni, shpresoj që të më votoni, unë nuk u zhgënjej, sepse nuk kam zhgënjur asnjëherë dhe do të përfaqësoj me shumë dinjitet në Parlamentin shqiptar dhe do të jem në anën tuaj për çfarë do lloj interesi që ju do keni dhe çështjet që kanë bëjnë me kombin, çështjet që kanë bëjnë me interesin shtetëror, interesin kombëtar, mirëqenien e qytetarëve, me mua nuk bëhet fare kompromis, kështu që nuk ka kompromis. Po më janë çuar gjithë politikanët, më thonë, ok, të japim këtë post tyne, të japim atë post, po deshet ti ik që këtu, mos u merr të rriqu nga gara, sepse votën tënde thuaj ta marrim ne, edhe ne ty pas zgjedhjeve do të nuk i dua, unë nuk shitem dhe blihem, unë s'kam dalë tu për poste, unë kam dalë shpëtojmë Shqipërinë nga një band 35 vjeçari që po e mban peng vendin. Si jam këtu fare, as më intereson fare. Mund të shkojnë të bëjnë me ata meshkujt e politikës pazare. Unë jam femër dhe kam po më shumë burrëri se kanë gjithë meshkujt që keni ju në listën e votimit. Sepse këtu vetëm pazare janë mësuar. A e dini se çfarë politike bëhet këtu, ngrihet njëra parti dhe premton poste, voto për mua se do shkëqyjmë shtetin këtu. Të dyja palët këtë punë bëjnë. Të dyja palët ju militantëve tyre këtë ju premtojnë. Asgjë tjetër nuk premtojnë. Tu vjedhin ju, të dyja palët. U mësuan 35 vjet. E kjo duhet marri fund. Sepse kjo po na mban peng si vend dhe kjo ka të buar dhe njerëzit nga shtëpia. Ne duhet kemi një ligj të rrept në lidhje me vjedhjen e shtetit dhe me korrupsionin. Nuk mund paguaj tjetrin sa e meriton, 20.000 euro, 30.000 euro, po mos se lejo të vjedhi, sepse e keqja Shqipërisë nuk po i vjen se ti po paguan mirë njëri që e meriton. E keqja e Shqipërisë i vjen se i paafti, vjen kryet shtetit dhe të shqyr shtetin. Mos bëni shumë kujdes në momenti që do votoni, sepse kjo ju duhet përcaktoni dhe të ndani pikërisht këtë fatin ton të keq 35 vjeçar. Kuptoni, në qoftë se Shqipëria do t'ishte sot, si në vitin 1990, ne do ishim shumë të pasur në raport me atë që jemi sot. Sepse në 1990 kishim rini. Se në 1990 kishim 500 fabrika. I kishim bërë rentabël, i kishim kthyer, i kishim bërë me administrim, i kishim njerëzit në punë, kishim një bujqësi të ngritur, e kishim ndar fermën, po nuk e kishim prishur. Dakord? Këto u prishën 92, 96, mori fund gjithë ekonomia. E kuptoni çka ka ndodhur në Shqipëri? U prish gjithë ushtria. Tani ti ta marrësh Shqipërinë sot, në vitin 2025 është më keq nga pikpamja ekonomike se ç'ishte në vitin 1990, më besoni, shumë më keq nga fuqia ekonomike. Pse? Ne mund të dukem se jemi zhvilluar disi, por për aq kohë sa ky zhvillim vjen vetëm nëpërmjet emigracionit, vjen vetëm nëpërmjet paraspist, vjen vetëm nëpërmjet asaj që çarkullohet tër botën dhe vjen këtu, atëherë në këtë rast ky nuk është zhvillim. Ky është një lloj latinizimi, një Amerikë Latine moderne në Evropë, që përfaqësohet shumë mirë me Shqipërinë, pra një Amerikë Latine e viteve 70-80, ku sundonte diktatura dhe droga. Kështu që në këtë prizëm ne nuk jemi askund me atë që quhet sistem demokratik evropian,
edhe perëndimor dhe për këtë arsye është përgjegjësia rreth parë e qytetarëve shqiptar dhe dua t'u them edhe diçka tjetër. Blerja e votës. Shitblerja e votës është shitblerje e nderit. Nuk ndryshon fare nga prostitucioni. Ky është një prostitucion më i ashpër dhe më i keq se sa prostitucioni që ushtron një individ, se ky është prostitucion publik, se ti shet popullin tënd, ti shet shtetin tënd për një interes të vogël tëndin. Nuk më intereson se ti thua si do ta zgjidh ti, se do marr ke ti një lek të caktuar, do zgjidh ke ti një javë ushqim apo ku diun 2 javë dhe ti ke zgjidhur, ai po të blen të ardhmen me atë një javë. Ai po të lë pa buk ty, fëmijët e tu për të tërë të ardhmen me atë një javë. Si mund të jeni kaq të papërgjegjshëm? Unë e kuptoj se jo të gjithë mund të kenë ndërgjegjen e dikujt që merr vesh nga këto punë, se ka njerëz që punojnë gjithë ditën e sa kanë mendjen ti mendojnë këto gjëra, por duhet ta kuptoni. Dhe aq më tepër, shitblerja e votës është jo vetëm një akt i pamoralshëm, po është vepër penale për të cilën arrestohesh. Pra dhe ai që e shet, dhe ai që e blen votën, që të dy arrestohen, sepse kështu e ka ligji. Bëni kujdes, edhe kur vinë u afrojnë benefite, u premtojnë, dhe ju keni ndonjëri nga ju frikë, okej, thoni patjetër do të votoj. Dhe kur shkoni për të votuar, personi që u ka kërcënuar, u ka shitur, u ka bler, u ka çderuar, do të votoni kundër atij. Mos keni frikë as kënd. Këta nuk janë as kushi, pavarësisht se këto mund të kenë ca para, po këto para i kanë se rrin pushtetin për tuaj, për këtë i kanë, se mos kenë pushtetin tuaj, këto ikin si minjt, dhe jo më të vjedhin e të kërcënojnë juve. Prandaj, mlidheni mendjen, jemi 35 vjet në demokraci, edhe të thot tjetri, unë kam frikë për këto, unë kam frikë për ata, qa frike? Për qa ron kur ke frikë? Mos rro fare. Sepse njeriu në këtë botë rjeton për një dinjitet, për një nder, dhe shteti është yti, nuk është i bandës, dhe për këtë arsye të gjithë ata të cilët u afrojnë, të shesin e të blejnë, sidomos ju që jeni këtu brenda Shqipërisë, se me diasporën është mendoj shumë e vështirë, mendoj se dhe aty do tentojnë ata. Atëherë duhet të keni shumë kujdes. Tani, në lidhje me diasporën. E dashur diasporë, janë nisur zarfa dje dhe sot, po fillojnë po mbrejnë. Ju lutem mos i votoni dy partitë e mëdha. Ju lutem shpëtoni Shqipërinë. Është e papërgjegjshme nga ana juaj nëse ju do vazhdoni të votoni ata që u kanë bërë ju nga shtëpia dhe ata që e çun Shqipërinë këtu 35 vjet. Ne mbajmë shpresë nga ju se jeni më të lirë. Ju nuk pagueni nga buxheti i shtetit të Shqipërisë. Ju jeni njerëz të cilët e keni ngritur të ardhmen tuaj me tjerës, me mund, me gjak. Ju jeni njerëz të braktis nga shteti shqiptar. Ju jeni të persekutuar nga shteti shqiptar, sepse ju dhe nëse humni pasaportën, ju se merrni dot me pasaportën, se nuk u japin këta. Me lehtë u japin pasaportën, një të huaj sa u japin një shqiptari që ka humbur pasaportën. Atëherë, në këtë rast ka ardhur momenti i asaj që ju duhet vendosni fatin e Shqipërisë, të paktën ju që votoni, dhe këtë fat Shqipërisë ju do ta vendosni me votë. Vota është jashtëzakonisht e rëndësishme. Votoni pikërisht për të rënë, për të ndryshuar pikërisht Shqipërinë. E di që edhe tek e reja ka njerëz që mund të jenë në dyshim të lidhur me të vjetrën, por mendoni, shikoni kush është i pastër e votoni. Nëse një politikan nga tërë këta që afrohet ka një të shkuar, jo të pastër, mos i bëni më aventura Shqipërisë. Mos bëni më aventura të mbani bandit në pushtet të hajdut. Në momentin që ti si shqiptar voton një kriminal, një hajdut, një bandit, ti je bashkëfajtor, ti je bashkëpunëtor me ta, ti je bashkëpunëtor në krim, në bashkëpunëtor në vjedhje dhe je një person i cili po kontribon pikërisht që ai tjetri të kryej vjedhjen tënde personale dhe vjedhjen e gjithë shoqërisë shqiptare. Prandaj ky ishte mesazhi im për ju në lidhje me votimin. Diaspora duhet të kuptojë. Ne që jemi të ndershëm, e kemi shumë të vështirë të vim diaspor apo të bëjmë fushata pompoze të mëdha, të dukemi nëpër televizione se ne nuk na lën këto. Banda i ka marrë të gjitha, vetëm e vetëm që ajo të vinë në vëmendjen tuaj, vetëm e vetëm që ajo të shfaqet se ekziston, se ne të tjerë nuk ekzistojmë, se ne të tjerë nuk na doni ju, nuk na nxjerrin për sondazhe, i marrin nëpër telefon dhe i pyesin për këtë do votosh. Mua nuk ma përmendin emri fare, se më kanë thënë isha pardiet tek një nga bankat për të bërë disa veprime dhe gjithë banka që isha aty më tha, na kanë marrë në telefon dhe vetëm emrin tënd s'kan përmendur.
Dhe kanë përmend tërë partitë e reja përveç emrin tënd. Pse nuk e përmendin? Sepse nuk duan, sepse kanë frikë, sepse e dinë që unë nuk shitem me blien, se e dinë që me mu nuk ka kompromise, se e dinë që me mu nuk e vjedhin dot Shqipërinë, se e dinë që unë nuk bëj kompromise. Dakord? Prandaj, shqiptar dashur, thirritini mendjes, mbledhni mendjen, se gjithë bashkë të shpëtojmë Shqipëri nga kjo. Personalisht unë në atë, edhe nëse më votoni, unë baj përgjegjësi publike, nëse unë një sekond punoj kundra jush që s'ka shans se e kam dhënë prova për këtë, unë jam nga ato që bëj vetë dorëheqje, iki, largohem, nuk jam tipi që jam si thua e fiksuar si që janë këto pras pushtetit. A e dini që 80% e këtyre që merren me politik narcista janë për te pesa, nuk janë fare për në parlament, edhe ju vini nga mrapa. A e dini ju këtë apo se dini? Se shikoni që sjellje publike kanë njërë, shikoni sa egoist, sa narcist, sa të smur janë, shikoni që nuk don të largohet asnjëri, shikoni që nuk din të bëjnë njërë dorëheqje. Kanë 35 vjet, këtu aktet e dorëheqjes janë 1-2 me gishta, nuk din se ç'është dorëheqja. Kështu që e gjithë kjo është në kurrizin tuaj dhe që për këtë arsye, këtë jetutje duhet merrni fatet e vendit tuaj dorë. Vendi është juaj, nuk është i politikanëve. Duhet kthejmë Shqipërinë shqiptarëve dhe nuk duhet të jetë Shqipëria më prona e politikanëve siç ka qenë këto 35 vjet. As Enver Hoxha, jo, nuk e ka trajtuar Shqipëri kaq keq sa e kanë trajtuar këto 35 vjet. Ndoshta bëri persekutim politik, ndoshta u vran shqiptar me shqiptar për arsye politike. Por ama nuk u shkatërrua bujqësia, nuk u shkatërrua industria, nuk u shkatërrua, nuk morën në një gjë ato kur ikën. Këta i morën të gjitha çka kishit ju. Me prona, me shtet, me pushtet, me të gjitha. Edhe një dokument pronësie, ju që do shkoni për të votuar, vetëm kujtoni hipotekën shqiptare përpara se të votoni. Vetëm kujtoni se çau bëjnë këta, se sa u marrin për një legalizim. Do që ju keni gjithë dokumentat, por po mos t'i shkoni t'i jepni atyre në dorë, nuk u jep njëri dokumentat që u takojnë juve. U humbi dosja, humbi kjo, vetëm këtë kujtoni se çau kanë bërë. Kujtoni që nuk meni dot një akt të tuaj pronësisë në hipotekë. Se do t'u hapin 500 yç klasidhet atje një punësuar sikur shpronari juaj. Pra, kuptojeni që kjo duhet ndryshoj. Edhe në programin ton e kemi në fokus pronë dhe hipotekën. Hipoteka vetëm do ruaj titujt e pronësisë. Titujt e pronësisë do merren te noteri, nuk janë punësurit e partive politike të majnë peng shqiptarë, se ju vidheni në hipotekë, vidheni te legalizimet, vidheni në kudo që ju doni të bëni një punë. Vidheni gjithashtu te çmimet. Te çmimet 3 fishin e Evropës. Vidheni tek mjekësia, kur unë paguaj 5 herë shërbim tarif shëndetësore, që është taksa për shëndetin, por po të kesh nevojë ty vetë do vesh të paguash. Ti do ta marrësh ilaçin 2 fish, 3 fish në Evropë, do ta marrësh skaduar, se nuk ka absolutisht asnjë kontroll, as me ushqimin, as me ilaçin. Ne do ta konsiderojmë ilaçin dhe ushqimin të drejtë të njeriut, e cila lidhet direkt me të drejtën për të jetuar. Edhe nuk mund, pra do quhet krim, deri gati terrorizëm. Ushqimi skaduar dhe ilaçet e skaduara. Mirë ata të cilët do të fusin ushqimet skaduara dhe ilaçet skaduara. Do të jenë të përndjekur këmbë për këmbë. Nuk mund ne, pse çka ka Evropa më shumë se ne mo. Po i paguni çmimet në marketet e Shqipërisë, 3 fish në Gjermanisë, 2 fish në Gjermanisë, dhe vjen puna ju t'i hani gjërat e skaduara këtu në këtë vend. Del ajo e fut pulën me salmonel dhe në kundërshtim me të gjithë kodin që janë përburg të gjithë për t'u arrestuar, e nxjerr në treg. Edhe thot nuk prit analizat, si mora u dal kanë treg pa bërë analizat. Një herë të dalin një analizat pas e del malli në treg. Edhe nuk majnë absolutisht asnjë përgjegjësi, se me salmonel nesër smuren fëmijët dhe përfundojnë për spitale pastaj. Siç ka ndodhur edhe herë të tjera këtu, që mushë spitalet plot. Edhe pastaj thon ka rënë viroz. Jo mos ka rënë viroz, nuk kanë të ngopur biznesi politik shqiptar me ju, me u vjedh dhe me u xhvat ju. Kjo është e gjitha. Kjo është situata, në qoftë se ju do vazhdoni më me këta, pastaj ne nuk kemi çau bëjmë. Edhe ne që u duam ju, nuk kemi çau bëjmë. Se vërtet ne duam të bëjmë diçka për ju, u duam. Unë i du shqiptarë shumë se du veten. Por momentin që ju nuk na mbështesin, s'kemi çau bëjmë asnjë më pastaj. A kuptoni? Sepse duhet keni parasysh një gjë. Zoti individin e ka lënë të lirë, të zgjedhë. Dhe në një rast të tillë, në ti zgjedh gabuara, Zoti nuk të shpëton dot më. Jo të shpëtoj unë. Kështu që bëni kujdes. Keni në dorë të ardhmen tuaj dhe të fëmijëve tuaj. Duhet i jepni fund kësaj politike 35 vjeçare banditeske, hajdute dhe të papërgjeshme. Ky është situata në Shqipëri
dhe mos shikoni çfarë sjellin mediat, sepse mediat, një pjesë dhe pronarët e medjave janë pikërisht ata që kanë vjedhur ju. Ta dini këtë. E pak një pjesë e show bizit këtyre pseudovipave, që s'janë as vipa as gjë, që ju luani mend që një pjesë juaja. A e pat se si janë të lidhur me pushtetin? Pse? Se ka marrë nga 200.000 euro, nga 300.000 euro, nga taksa tuaja për koncerte, për gjëra koti. Dhe prandaj dalin dhe në mbrojtjet politikanëve këtu, sepse kanë futur në për emrat e tyre, në pronat e atyre të tjerëve. Kështu që keni parasysh këtë gjë. Edhe gjithashtu, dua të them, edhe në lidhje me një tendencë të përçarjes kombëtare këto 2-3 ditë, ore mund të jeni normal që për ty kalamaj që vetë quhen vipa atje të fuste përçarje kombëtare, andej këndej, kjo është e papranueshme, e turpshme, madje vepër penale dënohet nga neni 266 i kodit penal, nga 2 deri 10 vjet burg, me u bë njëri në këtë rast, me ta ka prokuroria 5 deri 7 vjet burg, nuk del që nga burgjet shqiptare, ora, e dini ju apo se dini? Rrini më urt. Shkoni ju përfaqëson kanë 2 kalamaj Shqipërinë edhe Kosovën. Ne kemi 500 hallë i popull andes, po krijo do të qeveri edhe këtu është në 4 rrugët, jemi si 2 shtetet, të pasigurta, ju merreni me kalamalliqe. E papranueshme edhe një gjë tjetër, dhe e mediave që merren me to. Edhe juve në përrjet që merreni me to. Kjo është Stambolli digjet. Por ambetet ne pas kemi neve hallet, ne shqiptarët kemi halle kaq të mëdha. Politika bën tallava qeshe për qesh, media kështu dhe kemi shkalluar si shoqëri, sepse në një momenti që ne nuk marrim disa përgjegjësi të tonat kombëtare, disa përgjegjësi të tonat si shoqëri, nuk jemi interesi. Dhe kjo për mendimin tim nuk e ka fajin njerëzit. Këtë e ka fajin pikërisht politika, se politika do t'ju mbajë ju kështu, të përçar, të ndar, të raskapitur, të uritur, të mbajnë të varfër, me qëllim që t'u blej dhe t'u sundoj. Prandaj, shqiptar, ka ardhur momenti që të mendoni. Lërini Big Brotherat dhe përputhen, se s'keni kohë, jeta shumë e shkutur, u ka dhënë Zoti një kohë shumë të shkutur, vërejnë në funksion të punës, familjes dhe shoqërisë, dhe mos u merrni me gjëra pa vlerë, por merruni me punë. Dhe një nga ato të cilat duhet jeni të gjithë të interesuar është pikërisht politika. Pse? Se politika merr gjysmat e parave tuaja. Pra, parat tuaja të xhepit, gjysmat i mani ju dhe gjysmat e çoni Edi Ramës. Dakord? Edhe Edi Rama u bë rrushekunda. Atëherë, momenti që ky u bën ashtu, duhet mani ju përgjegjësi për këtë. Dakord? Bëni të përgjegjshëm, sidomos këtë ja bëj mashkullt shqiptar si tire. Se femrat janë më të impenjuara se janë nëna, kanë shumë punë. Por ju si meshkuj keni shumë përgjegjësi. Edhe i lini ato me partit, e kupton që më kanë parë syt mua në këtë fushat që po shoh tani, të gjithë e kanë mendjen ç'a do marrum pas fushatës. Nuk e ka mendjen njeriu tek ajo që ne duhet bëjmë ndryshim në pushtet dhe në shtet, ka mundësi meritokratike për këto që jep kontribut që të eci përpara, se njerëzit dalin pension, do zvendësohen, patjetër. Por jo ti të vish dhe e kanë mendjen vetëm për të dy këto partit i kanë mësuar njerëzit jashtëzakonisht shumë keq. Dhe të dyja, sidomos partia në pushtet bën një presion shumë të madh publik. Prandaj, stakoni trurin, mos e vrisni mendjen fare, po u erdhi njëri t'u bëj presion nga kushdo nga politika, futi një telefon policisë atje, shkoni bëni një denoncim dhe të vija ai pasi ta shohit rrija 5 vjet në prokurori e në gjykata. Se jam mësu këto me fukarejnë, kuptoni ju? Por bëni një dhe ta shifni pastaj, a u bën më kërcënime etj. Kështu që keni këto parasysh. Edhe kur nuk keni fuqi për ta bërë këtë, se keni frikë, te kutia kur të shkoni mirë i thoni atij dhe jepjani votën kujt të doni. Dakord? Kjo është e gjitha. Këto ishin mesazhet e mia për sot. Nëse ka ndonjëri në një pyetje, më thoni. Faleminderit shumë që na ndiqni njëherë, sepse kjo është një mënyrë që un kam dhe disa media që por kjo është një mënyrë drejt për drejt për të folur me ju dhe për të thënë ju që duhet të jeni të ndërgjegjshëm për jetën tuaj dhe për jetën e fëmijëve tuaj. Dhe sidomos ju që jeni jashtë shtetit, ju e kuptoni shumë mirë se çdo me thënë emigracion. Këta që janë në Shqipëri dhe e kuptojnë dhe se kuptojnë, e kuptojnë kur vinë emigracion. Po ju që jeni jashtë, unë e di shumë mirë se sa mirë e dini këtë gjë. Kështu që bëni, sepse u vjen votimi, na mbështesni me numrin 7 fletën e votimit, unë kandidoj për zonën e Tiranës,
dhe do t'jem në qarkun e Tiranës, çdo votë që kalon të numri 7 në qarkun e Tiranës kalon pikërisht në radhë të parë për mua se kështu është sistemi. Dhe në këtë të paktën në ato që ne kemi përzgjedhur, kemi njerëz të pastër që nuk kanë hyrë fare dhe s'kan lidhje, kanë punuar tër punë private. Janë njerëz që janë munduar me dinjitet, me nder të jetojnë deri këtu ku janë. Patjetër që unë jam shumë e kujdesshme edhe nesër nëse do kisha pushtet në përzgjedhjen e stafit e tjerë. Jam për atë që është një rrjet intelektual në botë i cili ka shqiptar, një rrjet prej 3000 antarësh që edhe të komunikojmë me to, që një pjesë e tyre ne nesër ta çojmë brenda shtetit shqiptar me një pagesë të kënaqshme, me qëllim që të kthejmë ata njerëzit e ditur në Shqipëri, por nga ana tjetër edhe të këta kontribojnë për mirëqenien e Shqipërisë dhe për ngritjen ekonomike të saj. Unë do t'jem live, por do ta njoftoj sepse duke qenë se ne jemi shumë të impenjuar tani, edhe të lodhur, e kemi pak orarin se mund të naftojnë në të njëjtën kohë dhe në një media, edhe mund të them unë që do jem në këtë orar edhe pastaj dal sikur u gënjej, kështu që do bëj një njoftim 3-4 orë përpara se të jem live në ose në faqen Facebook ose në story. Mendimi im, po mu arrem tace, më shkruaj në inbox, po kam plan me ardhë në Durrës, se po mundohemi për organizimin e aktivitetit, është pak e vështirë, mos mendoni se është e lehtë, sepse të gjitha janë që nga organizimi i sallës, i fonis, i njerëzve, është, më besoni, në çdo rreth është një procedurë që kërkon një impenjim shumë të madh, kërkon fonde. Ne kemi 0 fonde nga shteti. Pra ne jemi në zgjedhje, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike kanë ndarë 3 milionë euro të dyja bashkë, ndërsa ne, si parti të reja, kemi 0 euro në zgjedhje. Shikoni pra se çfarë ndryshimi bëjnë këto. Shihni çfarë persekutimi të hapur bëjnë këto, se këto janë mësuar ta marrin pushtetin në të gjitha mjetet. Dhe i kanë mësuar shumë keq edhe militantët e tyre të dyja palët, sepse i kanë mësuar me idenë që hajde se do vim, ti do marrësh këtë, ai do marrë atë, dhe kështu ne kemi krijuar një pushtet plaçkitës. Plaçkitës. Dhe plaçka ka qenë një mënyrë e funksionimit në luftën e Trojës dhe para luftës Trojës. Atëherë thoshin që ne do pushtojmë filan vend, do vemi ta rrethojmë dhe do plaçkisim. Dhe do ndajmë plaçkën e luftës. Dhe do ndajmë dhe gratë. Kështu vazhdohet këtu te ne akoma. Këtu ne nuk kemi krijuar një shtet modern, fatkeqësisht. Kemi ndërruar dhe sistem, por kemi ndërtuar këto 35 vjet një sistem politik plaçkitës, i cili nuk i ka lënë gjë më pa bërë vendit. Më shkruani në inbox ju që doni me na ndihmu, me na mbështet. Ne kena nevojë fatikisht për mbështetje, edhe në njerëz, edhe në organizimin e aktiviteteve dhe financiare, dhe kushdo që ka dëshirë për me na ndihmu, do t'i lutem të më shkruaj mua në inbox tek kjo adresa se unë i përgjigjem. Dhe ne jemi të hapur, më mirë të na ndihmoni ju. Nëse ndihmoni, unë nuk marr financime nga askund siç mund marrin partitë e tjera, sepse pavarësia për mua është më e rëndësishme se çdo gjë tjetër, dhe ai tjetër kur të jep një ndihmë financiare kërkon diçka, pra kur është një huaj apo se diçka tjetër, prandaj dhe nuk e lejon ligji, por edhe as bëhet fjalë fare për karakterin që kam unë e kam jashtëzakonisht shumë të vështirë dhe me fol me shqiptarët për këtë gjë. Kështu që keni parasysh. Halil Kastrati Kamera, të lutem më shkruaj në inbox. Po. Duma, e kam thënë pra 100 herë se nuk dua ty tek historia, ty të del ADN-ja grek antik, sepse shqiptarët janë grek antik, e kam thënë disa herë. Kjo del nga ADN-ja dhe nga historia, sepse grekët modern në vitin 1821 ishin 90% shqiptar. Pasandaj 1823 morën ca aziatik dhe janë përzierë. Kështu që në këtë prizëm kjo është një nga tragjeditë më të mëdha botërore dhe një tragjeditë më të mëdha të kombit shqiptar. Por fatmirësisht ADN-ja, historia nuk gabojnë. Landi Jaku nuk mund të bëhet landi koalicion Partitë e Reja sepse sistemi nuk e lejon koalicionin. Ato janë munduar ca lista të hapura, ca lista të mbyllura, e kuptoni çfarë rrëmuje është bërë, edhe tek ato shumë vështirë kanë dhe ato me nxjerrë se do të shpërndahet vota dhe atyre që aq të vështirë do ta kenë me nxjerrë dhe ato deputet sa ju nuk e keni iden.
Fredi, unë ashtu kam qenë gjithmonë e fort, por duhet kesh parasysh një gjë, dhe ma mani parasysh, shqiptar, dëgjoni sa unë e di nga historia. Në këtë vend, agjenturat e huaja anti-shqiptare një, në bashkëpunim me politikanët, ty janë kundër shtetit dhe jush. Kjeni parasysh këtë gjë. E kam parë nga arkivat. Të gjitha agjenturat e huaja këtu bëjnë namin në për media, në politik, në ekonomi dhe kudo. Dhe interesi tyre është shkatrojnë shtetit shqiptar, të shkatrojnë ju dhe ekonomin tuaj, të bëjnë ju, ta bëjnë të vend shkret, që nesër ta kenë të letë për ta zaptuar. Pra ne bëni shumë kujdes. Bëni kujdes të merrni fatet e vendit tuaj në dorën tuaj. Mos e lini këto në dorën e të tjerëve. Bëni zot për atë vendit tuaj, se tek e fundit ju jeni zoti i vendit, nuk janë ata. Ne jemi Aleanca Kombëtare Shqiptare, në listën e votimit jemi me numrin 7 dhe kushdo që don të më mbështesi dhe ta mbështesi, të votojë numrin 7. Po ne konkurojmë me leq stoj ku më shkruaj, ne konkurojmë dhe në Dibër dhe kudo sepse duhet të kandidosh me 186 kandidat. Në Dibër kemi një mësues shumë të mirë që ka mbaruar për biologji dhe që ai është në zonën në Kryeson Qarkun në Durrës, në Dibër. Nuk ka koalicion tani më, sepse ka dalë lista. Jemi të gjithë listë votimi. Unë jam në numër 7, s'ka fare. Absolutisht asnjë, nuk mund bëhet asgjë. Kështu që ju, po të jepni mundësi që mos votoni partitë e vjetra, sigurisht që do të jetë një parlament jashtëzakonisht shumë interesant, por kjo do të varet shumë nga ju, se si do zgjidhni, sepse një pjesë dhe e din që e vjedhin dhe vazhdon edhe voton për mami të lutem pasi ik përpara. Sigura mami të shkurt. Ja, ti dërgoj çik mashin ti mu. Ja. Ik pasi ik tani, se mami ka punë. Kështu. Tani, nuk e di sa shora? Nuk e di. E di? Po. Okej. Nuk bëhet koalicion me Berishën, ja. As bëhet fjalë fare. As që bëhet fjalë fare. Kam respekt për gjithë shqiptarët, duhet keni parasysh që ne jemi një parti kombëtare, që do thotë që ne i duam të shqiptarët pavarësisht të gjitha. Pavarësisht se unë të kritikoj politikisht, por unë shqiptarët i du të gjithë, por koalicion politik në vjetër ne nuk bëjmë. Unë nuk bëjmë. Keni parasysh, as me Ramën, as me Berishën. As me Edi Ramën. Nuk bëhet fjalë fare. Me Edi jo njerë. Pu. Stoj ku më shkruaj në inbox. Pandi vota është e sigur deri diku, sepse edhe vota e migrantëve, sepse do të vi me poshtë edhe do të numërohet, po ju do të keni parasysh një gjë, që do të bëni kujdes në fjerë kë kam kandidat, në fjerë unë kam kandidatët më të mirë që mund të ketë një parti politike sot në Shqipëri. Nga të gjithë partit politike, në fjerë ne kemi kandidatët nga më të mirët. Kemi Ervin Milen, inxhinier nga shkencëtar më të mirë shqiptar që ka sot diaspora, kemi një inxhinier tjetër ndërtimi, kemi gjithashtu pasandaj një shkrimtar si Fatmir Gjata, kemi një gazetar të TV Apollon, kemi figura shumë të pastra dhe të mira, të cilët i bëjnë nder fjerit. Tani fjeri Ervin Mile shkencëtar, që vjen ndoshta edhe pas në shkencë është në atë si ku futet Mira Murati etj, ka përballë Ballukun me 8 klasë shkollë të paktën deri tani në ata akuza që janë bërë aq dalin, dhe një nga ato të cilët ka përflitet për shkatrimin e buxhetit të shtetit të Shqipërisë. Shohim tani si do votoj Fieri. U për Fierin kam bërë më të mirën e mundshme. Dhe shpresoj që ata të Fierit, duke qenë se janë një çik shumë mendje hapur, ta kuptojnë këtë gjë, sepse politika e ka çik më të vështirë me Fierin. Politika e ka më të lehtë të sundojë disa zona të tjera, po me Fierin një e ka shumë të vështirë. Po, e ka më të lehtë të sundoj Vlorën, po jo Fierin. Keni këtë parasysh që them se e njoh shumë mirë politikën shqiptare. Sepse Fieri gjithmonë ka qenë i pavarur ekonomikisht.
Në Shkodrën e kemi mbesën e Luk Kaçajt. Nuk e di keni dëgjuar për Lukun Kaçaj? Robertina Kaçaj është pedagoge dhe është nga familjet e mira të shkodrane të persekutuar, ndoshta më tha dikush në 80 vjet në historinë e Shkodrës nuk ka pas ndonjëherë kandidaturë më të mirë Shkodra se sa kandidatura që ka AKSH në Shkodër. Votojeni se është një zonjë, votojeni se është një grua e mrekullueshme. Nuk kam fjalë të them për të. E kam njohur që këtu është shumë vite më përpara, por çfarë kulture, por çfarë mirësie që ka ajo zonjë. Dhe t'u përfaqësoj ju në Shkodër. Hiqni dorë nga të fortët. Hiqni dorë, ktheuni te familjet e mira, ktheuni te familjet e mëdha, ktheuni te familjet fisnike. Politika kërkon mençuri, mos me familjet të cilat janë genetikisht pa ngopura dhe problematike siç janë këto që kemi ne në pushtet sot. Kini kujdes. Shkodrën unë e kam pikë të dobë dhe prandaj e kam vënë edhe një zonjë aq të nderuar atje. Nuk e di a keni dëgjuar ju për tenorin Luk Kaçaj, i cili është një tenor i jashtëzakonshëm, shumë i mirë, kam dëgjuar ca këngë shumë të bukura. Pikërisht është mbesa e tij. Miri, ne kemi përgjithë Divjaka futet e qarku fier dhe tham që Ervin Mile është nga Këmishtaj, aty afër. Kështu që për këtë arsye e keni të qarku të fierit, po është nga Lushnja. Po e kemi bërë Pushkin një pjesë të biografisë kandidatëve. Duhet kemi parasysh që ka listat mbytura, listat hapura. Te listat e mbytura ne jemi treguar shumë të kujdesshëm që kandidatët të jenë shumë të kopsitur në shumë drejt, po dhe te listat e hapura ne kemi ja 67 veta që janë inxhinier, ekonomist, jurist, shumë të mirë. Ne do të bëjmë tonën, ju bëni tuajin. Është në dorën tuaj të ndryshoni fatet e Shqipërisë. Nëse doni pastaj të vazhdoni me Sali Berishën dhe Edi Ramën, vazhdoni, nuk kemi çau bëjmë më pastaj. Prandaj keni parasysh, kur del një profesor dhe profesor qeverisje, profesor drejtësie, profesor që e mirë historinë tuaj, dhe u thot këto që thoni, që po ju them unë ju, keni kujdes. Keni kujdes. Sepse unë e di shumë mirë nivelin arsimor që kanë politikanë që votoni ju, që u bridhin nga mbrapa, e di nivelin e tyre se sa kuptoj nga shteti, e di nivelin e tyre se sa arsim kanë, sa kultur kanë, e tjerë. Bëni kujdes, se është një moment shumë delikat për Shqipërinë dhe për botën. Keni parasysh që nuk është se jemi në momentet të mira aktualisht, dhe duhet jemi ne si popull të përgjegjshëm. Dhe për këtë arsye diaspora që po vjen tani pikërisht vota për të votuar dhe që na ndjek duhet bëj shumë kujdes me votën. U them që ta mbështesim me numrin 7 në listën e votimit. Për bujqësinë ne kemi dy fishim të fondeve në menjëhershëm për bujqësinë dhe një program kombëtar ku për studimin e tregut për bujqësinë do të merret shteti. Pra nëse ti do prodhosh, ti nuk je tregtar, po shteti do të bëj vetë këto përpjekje dhe nuk do t'ja lëm individit, privatit sa abuzon. Një nga problemet që ka bujqësia sot janë pikat e grumbullimit, të cilat janë të partisë pushtet, të cilët janë marrin këtyre fshatarëve me një çmim shumë të ulët dhe e shesin me një çmim shumë të lartë dhe nuk i lën ata të fitojnë. Edhe kështu që për këtë arsye ne do ta kalojmë nga kjo dhe shteti do ndryhy vetë me qëllim që të fitoj tregtari, po duhet fitoj edhe personi i cili prodhon. Sepse duhet kemi parasysh një gjë. Një nga sekretet e një ekonomie të fortë dhe ju që mund bëni një biznes dhe duhet ta kuptoni është se ju nuk duhet të dëmtoni pikërisht ato me të cilën ju punoni. Sepse ai nuk prodhon më dhe ju do falimentoni. Dhe nuk duhet dëmtoni gjithashtu tregun. Sepse në moment që ju nxjini një mall të keq, por edhe me çmim shumë të shtrenjtë, njëri nuk u beson më, pra ju do falimentoni. Prandaj duhet shumë kujdes edhe në çështjet e të bërit biznes. Sepse nuk e kemi një çik këto, jemi pak pra i vetmi vend botë kur në ditët e festave gjithë bota ul çmimet, ne i ngrem 2 fish, 3 fish. Ne
Duma nuk dum fare të importoj mish, dakord? Ne është turp të importoj Shqipëria mish. Kam qenë para njave në Belsh. Belshi nuk e di për ata që kanë qenë dhe për ata që s'kanë qenë, po është një nga zonat më të bukura të Shqipërisë. Një zonë me liçene, me bar, e bukur, ku Sami Frashi thoshte që këtu duhet bëhet kryeqyteti i Shqipërisë. Pikërisht në atë zonën e Dumres. Dhe eca me makinë me fëmijët me kilometra, të gjithë zonën i futa nga Elbasani dhe dola në Lushje, sepse kam unë këtë që i bëj, më jep shumë lumturi kjo fakti që u thoj për Shqipëri, se du Shqipërinë çdo pllën të saj, dhe ju betohem që unë nuk pash një lop rrugës, nuk pash një dele dhe bari në gjutë. Pra deri këtu bari i njom dhe mos të shikosh një dele rrugës, apo një lop, mallkim më të madh se kaq një populli nuk mund t'i japësh dot. Nuk mund. Më besoni, nuk mund. Kur sot, një nga bizneset që thot fshati më të mira për të bërë para është mbajtja e deleve dhe lopës. Pikërisht për të marrë mallrat e Serbisë këtu, këta kanë dhe për të importu këta që duhen të importojnë disa milion euro mish të skaduar me 1 euro kili andej, këta kanë falimentuar gjithë ekonominë e fshatit. Pra andej ne do të bëjmë subvencion ekonomisë direkt në lidhje me çdo kec, çdo qënq, edhe çdo lop, sepse duhet me ndihmu, por nga ana tjetër, edhe ti si qytetar shqiptar, në moment që ke gjitha të tokë, me gjitha ato pse nuk e shfrytëzon? Pse nuk e shfrytëzon? A e dini ju që 50 dele sot, pak të me të folur me ato i thonë 50.000 euro fitim vit, vetëm nga qenjët që ato bëjnë edhe nga qumshi e leshi e kodi unë? Pse? Pse duhet ikën emigracioni? Pse mo e dini se është më mirë atje? Prandaj shikoni se pasurinë e keni këtu, por nuk e shihni. Kërkojnë që llogari politikës, boni të zotë vetës, keni vendin të pasur bukur këtu që nuk keni nevojë të emigroni askund. Mirë, po shqiptarët e diasporës vetëm që nuk duhet pranoj Ramon dhe Berishën atje, se janë ata që kanë të bu nga shtëpia, po shkon te doktor Kasi, sigurisht doktor Kasin këta që mendojnë se do përfitojnë ndonjë gjë prej tyre, se nuk mendoj për ndonjë gjë tjetër. Edhe e para njëherë duhet kërkoni llogari atyre kur vinë. Ku i gjeni paratë aty zotrin që vini këtu? Që merrni një sallë shtrenjtë që merrni gjithë këta njerëz nga mbas. Ku i gjeni paratë? Në politik, nëse politikani nuk tregon ku merr paratë është shumë i rrezikshëm. Në politik, nëse politikani bën një fushat me luks, është shumë i rrezikshëm. Keni parasysh këtë gjë. Dhe ata që vinë atje në diasporë, ju duhet i kërkoni llogari ku i gjeni paratë ju që vini këtu. Sepse nëse ju nuk i kërkoni llogari, unë nuk e kuptoj kush i kërkon llogari. Jeni më të ndërgjegjshëm ju për këtë. Subvencioni po do të jetë për blegtorinë, sepse prioritet do të jetë mishit e ne. Mishit e ne jemi popull që e ham mishin, pra ne e konsumojmë, por edhe ata turistët e huaj që vinë këtu e pëlqejnë. Edhe duke qenë e tillë, s'kem pse ne mushim fast foodet me mish nga Brazili me 1 euro se do të fitoj këta e me mish me salmonel. Kur ne kemi vet mish bio shumë të mirë, se ne prodhojmë vend mish, nuk është se s'prodhojmë. Pse duhet importojmë? Do ta bëjmë ne me kontroll. E di se çfarë do t'ju bëjmë? Këtyre që importojmë mish nga Brazili, po. 5 euro për kilogram. Do të veta marrim në Brazilaj? Nuk do veta marrim, se do paguaj taksën 5 euro për kilogram. Kontraband nuk e fut dot, kështu që do veta marrim te fshatari. E zgjejmë zgjidhjen edhe për këtë. Të fitojnë këta 100 milion apo 200 milion euro, ne do të smurim gjithë shqiptarët. Jo. Ato 100 milion, 200 milion euro, të mos i marrin një biznesmen i lidhur me politikën, po t'i marrin fshatarët shqiptarë që punojnë aty. Arben Beno Alp, sigurisht që po, do të kemi dhe vëzhgues për votën, dhe do të kemi, sepse ne nuk kemi komisionerët i KPD-ja me pësan, parat i KPD-ja me pësan, televizionit i KPD-ja me pësan, të dyja bashk, të gjithë partitë e tjera, pasandaj nëse financohen ndonjë nga këta të pushtetit edhe kanë çik akses. Por të tjerët e kanë më të vështirë, por sigurisht do të kemi vëzhgues, do të ketë më shumë kontroll, është në terren. Spaku prokuroria si vjet do ta kenë pak më të vështirë se herët e tjera, se këto janë mësuar me vjedhë të dyja palët. Po sidomos këto që janë pushtet aktualisht. Janë mësuar këto ta bëjnë këtë gjë, nuk e kanë për turp fare këto. Madje këto kanë vjedh bashkëpunim të dyja. A kupton, ja vjedhin tit, i shnojnë për ty apo i shnojnë për këta. Historikisht e kanë bërë këtë gjë. Atëherë, mirë, unë fakt, pasi ta mbyll me ju, do futem pak në TikTok, kështu që kush dojnë nda ndjeki, do t'jem nda ndej, sepse atje është një rrjet shumë interesant, unë u falenderoj, do të futem përsëri live,
do t'ju njoftoj dhe do t'jemi në kontakt çik më shumë tani sepse në live do të futem edhe me të tjerë, jo vetëm. Pra kam plan të futem edhe me kandidatët paktën 15-20 minuta. Nuk e di si funksionon, mund të futem këtu brenda me dikë tjetër apo mund që të futem, do ta shikoj se si apo nga podcasti, por ndoshta do futemi nga zyra me podcast apo edhe në transmetim direkt, nuk e di, po që shumë shpejt do kemi edhe lidhje më të shpeshta. Qani Hidri mua më dëgjojnë, mos ki merak, se videot e mia Qani në YouTube janë nga videot që gjitha mediat tonë janë nga më të shikuarat. Dhe një live i im shkon 150.000 deri në 200.000 shikime, që mos e ki merak fare ti për atë punë. Më shohin mua apo s'më shohin, shko tek ata që shikon ata të pjesës ku ti je, edhe mos hajde këtu mos u lodh kot. Ne diaspora radh parë të votoj ashtu siç duhet dhe mos ketë merak për votën. Momenti që ti voton ashtu siç duhet, mos keni merak, nuk ka justifikim. Mos toni nesër pastaj na i vollën, ai bën, jo. Sepse një pjesë kështu e kanë mendjen. Në qoftë se ti sa do të bëj tratativa, në qoftë se ti voton masivisht për dikë, nuk kanë çaj bëjnë, a kupton? Por në qoftë se ti nuk e voton, sigurisht që ka justifikime plot. Gjithsesi duhet keni parasysh një gjë, PSD nuk do të jenë pushtet 2 vend, asnjëra. Kështu mos u lodhni kot. As PS-ja nuk e lë me njëri mandat 4 pushtet, as PD-n e Berishës nuk e lën. Pik. Kështu që mos u lodhni kot. Ndoshta do të ketë në një zgjidhje tjetër dhe ndoshta shumë shpejt do të shkojmë ndoshta brenda vitit në zgjedhjet parakoshme prapë. Kështu që mos u lodhni kot, merrni me Berishën dhe me Ramën, se Berisha dhe Rama janë e shkuara. Po, programin e kemi folur disa herë, kam thënë dhe e them, shteti duhet jetë regulator, planifikues, ndihmues, biznesit dhe i bujqësisë dhe do të jetë pranë qytetarëve për t'i ndihmuar ata. Ne planifikojmë ngritje të menjëhershme të pensioneve me 100 euro për të gjithë pensionistët fshat qytet, nuk ka rëndësi fare, sepse çmimet janë kaq lart. Kjo i kushton buxhetit shtetit $1 miliard. Kemi bërë dhe gjithë kostot, shpenzimet, ku do t'i gjejmë lekët, si do t'i gjejmë lekët. Po, pensionistët nuk mund të presin. Janë afërsisht 1.500.000 pensione. Nga këto pensione pleqërie shkojnë të 800.000, invaliditeti dhe pensione sociale shkojnë të 200-250.000. Janë shumë. Por, ama, këto njerëz nuk mund vazhdojnë të jetojnë me një pension 150.000 lekë, as 150.000 lekë, kjo e ka një pjesë, 150 euro, kur balluku të shon vetëm faturën e dritave, 150 euro, 200 euro për tani. Kjo do të thotë që këto janë në kushtet e mbijetesës. Dhe do të merret edhe masa tjera për pensionistët, siç mund të jetë rimbursimi i energjisë elektrike për tonë një pjesë, ose ta paguajnë me një çmim, sepse të qenë se ne e prodhojmë vetë, atë nuk kemi nevojë pse të japim pensionistëve aq shtrenjtë. Do toni ju pse mosha e tretë, por sepse duhet kuptoni janë prindrit tanë. Gjithë vujtet që kanë ata i kemi ne si fëmijët e tyre. Sepse ju si fëmijë nuk jeni rahat, do vini të ndihmoni. Patjetër që do ndihmoni edhe kur ata janë më mirë, por e kanë fjalën që ju keni shumë detyrime ndaj prindërve tuaj për arsye sepse këto detyrime do t'i merrte shteti, jo ju. Dhe për këtë arsye duhet me patjetër ngritja e pensioneve të tyre me 100 euro në vit parë, në mënyrë të menjëhershme. Nuk duhet ketë më absolutisht asnjë lloj kompromisi për këtë gjë. Unë jam profesore e qeverisës, e kam bërë gjithë studimin e buxhetit. E kam bërë se ku do t'i gjejmë lekët, dhe kur unë po e them me 100 euro do ngrihen pensionet e pensionistëve, bëj premtim publik për këtë. Premtim publik që nëse kjo nuk bëhet, unë po të kem pushtet bëj dorëheqje. Pse? Sepse kjo është emergjente. Prap shteti shqiptar do të vjen ato lekë. Sa ata do psonisin më shumë, do hanë më shumë, do kenë mirëqenie më shumë, biznesi do bëj qarkullim më shumë, etj. Po këto nuk din bëjnë. Duhet grihet ekonomi konsumi, po këto nuk din. Këto duhet hanë vetë, këto duhet prodhojnë vetë, këto duhet ndërtojnë vetë. Këto vetëm këto të kenë, mos ketë asnjë tjetër. Kjo do të marrë fund. Nuk jetohet dot dhe nuk mund të ngrihet dot një shtet me këtë lloj filozofie, sepse shteti duhet të mendoj për gjithë qytetarët e vetë. Prandaj edhe kur pyesi mua je majtës apo djathtas, ju kam thënë ne jemi parti kombëtare,
Nuk mund të quhet i parti kombëtare as majt as djata, sepse partia kombëtare është këtu edhe për një person, është këtu edhe për gjithë shqiptarët. Edhe kjo do të thotë që një parti kombëtare është për drejtësi, nuk jemi ne për ngritje taksash. Ne jemi për paguaj pak, po të paguajnë të gjithë. Dhe nuk jemi ne që të paguash ti që s'ke dhe mos paguaj ky që ka. Jo, të gjithë. Futi një taks të shesh nëse ti s'do që të kesh të tilla probleme dhe janë rregull. Prandaj deri tani kjo nuk ka ndodhur, prandaj jemi këtu. Kështu që mos në çështjet që kanë bëjnë me qeverisjen, un kam 20 vjet që jap mësim si lënd dhe jam serioze në këto gjëra dhe kryesori është studimi i buxhetit, të ardhurave, shpenzimeve, ekonomisë, fuqisë ekonomike etj. Dhe kur ti premton diçka ti do të jesh shumë i sigurt për atë. Dhe un kur premtoj që them do të ngrihet pensioni pensionistëve me 100 euro në mënyrë të menjëhershme, me një kosto 1 miliard euro, po të them që do bëhet. Pik. E di që kosto tani e këtyre pensioneve është 2.5 miliard euro, plus 1 miliard shkojnë 3.5 miliard euro nga buxheti i shtetit, dhe po llogaritim që vetëm administrata publike merr 1.3 miliard me 3.5 si thon 4.8 miliard nga buxheti që shkon rroga pensione etj. Po, e di që shkon, por do bëhet kështu. Dakor? Do bëhet kështu. Sepse ne do të mbledhim taksat, do të bëjmë një bartë tatimore të drejtë për të gjithë dhe kaq. O ti lebrashdiot Kundavia, shko tek ai live i atit edhe vazhdo andej, dakor? Hec. Kështu që se ke kaq kohë që të kam kthyr përgjigje disa herë dhe nuk të merr vesh koka. Nuk më bën shumë çudi që dhe partitë e reja kanë patronazhist, edhe kanë njerëz tifoz, po si partitë e vjetra. Duhet me heq dorë, ju duhet me qenë me njerëzit cilët ju jeni aty për të bërë së bashku diçka të mirë për Shqipërinë dhe jo të jeni tifoza të sëmur prapa pikërisht politikanëve. Mirë, atëherë faleminderit shumë që më keni ndjekur. Do të futem përsëri live ndoshta shumë shpejt edhe do të jemi prapë në kontakt. Unë do të kaloj prapë në WhatsApp. Faleminderit shumë.